Tensionet në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 kanë arritur kulmin dhe këtë herë banorët kanë kaluar vije në kuqe, duke thyer rregullin më të rëndësishëm të formatit, tolerancën zero ndaj kontaktit fizik. Protagonistët e këtij incidenti të rënd janë bërë Rogerti dhe Gimbo, një përplasje që pritet i kushtojë shumë shtrenjtë njërit prej tyre. Sipas pamjeve të transmetuara që tashmë po bëjnë xhiro në rrjetit, dyshja është përfshirë në një debat mjaft të ashpër dhe me tone të larta. Situata ka degraduar kur Gimbo i është afruar shumë pranë Rogertit, duke i qëndruar fytyrë me fytyrë. Në këtë moment, tensioni dhe gjakndësie, Rogerti nuk është përmbajtur dot dhe ka reaguar fizikisht, duke i goditur me forcë dorën Gimbos me dorën e tij. Kujtojmë se një veprim thuajse identik, ku godit dora gjatë një debati ballë për ballë, u bë nga Marko ndaj Shëndritit. Atëherë, vëllai i madh nuk e toleroi as pak gestin dhe e përjashtoi Markon pa asnjë hezitim. Mbetet për të parë nëse Rogerti do të ketë të njëjtin fat mbrëmjen e sotme. Komentet e njerëzve që ndjekin këtë format konsistojnë në fjalë se Rogerti do të vazhdojë të qëndrojë në shtëpi, pasi produksioni e mban aty brenda për t'i dhënë shikueshmëri këtij formati, ndërkohë të tjerë komentojnë që ai duhet të dalë urgjentisht nga ajo shtëpi, pasi po cënon të drejtat e të gjithë banorëve dhe po shkel rregullat e lojës. Gjithashtu, komente të tjera thonë që ky Big Brother nuk po sjell humor, por Rogerti vetëm po përcjell dhunë aty brenda, prandaj është bërë edhe e bezdishme fakti që ai po vazhdon të qëndrojë brenda pas gjithë këtyre veprimeve. Ka dhe persona të tjerë të cilat mbrojnë Rogertin dhe thonë që pa të shtëpia do të ishte bosh dhe të gjithë do të qëndronin në heshtje. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë dihet që do të diskutohet ditën e sotme në Prime. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Rogerti duhet të përjashtohet nga ky veprim? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit!